Vita Productions prezanton edicionin e 3 të Ferma VIP. Mbrëmja e 6 të spektaklit Ferma VIP u karakterizuan nga zhvillime të papritura, vendime të forta dhe dinamika që ndryshuan rrjedhën e lojës. Pra e nisi me largimin e këngëtarit Kuba, një vendim i menduar prej disa ditësh, i cili erdhi pas kërkesës së tij për të ndërprerë eksperiencën në Ferm. Por surprizat nuk u ndalën këtu. Menjëherë pas mbylljes së spektaklit, edhe këngëtarja Jonida Maliqi vendosi të largohej nga gara, në mënyrë të menjëhershme. Në vijim loja mori një kthes të fortë me shpalljen e fermeres së preferuar, Mimozës, nga televotimi i hapur ditën e premte. Mimoza! Si rezultat, Moza i shpëtoi përfshirjes në sfidë, ndërsa pjesa tjetër e vajzave u përballën në një nga provat më të vështira të spektaklit. 8 konkurrentë u vënë përballë një sfide ekstreme, mbajtjen e gjarprimve. Në grupin e parë, Fabiola u dorëzua e para, ndërsa Malbora nuk arriti të përfundonte të 3 raundet. Sara dhe Gresa treguan qëndrueshmëri duke u shpallur fituese. Në grupin e dytë, Romiri, Iliri dhe Dona ja dolën të përfundonin sfidën me sukses, por ishte Anada ajo e cila u dorëzua në minutat e para. Si pasoj, në televotim shkuan Anada, Fabiola dhe Malbora, fatin e të cilave e kishte në dorë publiku. Në fund të mbrëmjes, ishte Anada Nikolari, ajo e cila u eliminua nga gara, duke hequr dorë nga çmimi i madh prej 200.000 eurosh. Paralelisht me tensionin e garës, produksioni solli edhe element të ri në Ferm. 2 hyrje të reja shtuan dinamikat e lojës. Një nga momentet më emocionale të mbrëmjes ishte surpriza për Mimoza Ahmetin. Aga i dhuroi një mini bibliotek pranë krevatit, një gest që preku poeten e cila u shpreh se ishte hera e parë që qëndronte kaq gjatë larg librave. Ndërkohë përditshmëria në Ferm vijon të prodhoi përplasje. Debatet për ndarjen e punëve kanë krijuar tensione mes fermerëve, ku disa prej tyre kanë shprehur pakënaqësi për angazhimin e të tjerëve. Në një tjetër linjë narrative duket se po lind një afrim mes Indrit dhe Vanesës. Edhe pse kjo e fundit ka deklaruar një lidhje jashtë, ajo nuk e ka mohuar plotësisht një tërheqje ndaj Indrit, ndërsa fermeri ka shprehur hapur pëlqimin e tij. Një mbrëmje e mbushur me largime, sfida të forta, por edhe zhvillime emocionale që konfirmojnë edhe një herë se Ferma VIP vijon të mbetet një nga formatet më dinamike dhe më të paparashikueshme. Natën!